Selamu alaikum, ju përshëndesim dhe kam një pyetje. Dikush thot, unë thot, edhe pse s'falem e kam zemrën e mirë. Çfarë halli është me to, ju lutem një serim? Ne i thojmë atij se zemra është e msheft, nuk e shoh me zemrën tonë. Dëshmoje ti se është e mirë, mu paskon e mirë, Allahu të ketë ibadet ja kshekri. Parasi se Allahu të ka begatu me shumë begati. Allahu t'i ka dhënë shumë të mira, e ti Allahu të sejdë si banë e pastaj thua se jam i mirë. Çata mermenja ti, tashun e ta parashtoj pyetjen ty. Ai që do me thonë e kam për qëllim ata të cilët thotë e kam zemrën e mirë, nëse njoni vend të trokit derën dhe për çdo ditë mëngjes t'i len ka 100 euro, edhe ti ja përplas derën e mshela dhe ja kthen shpinën për çdo ditë, a është ai njeri i mirë? Apo a jeti i mirë që ja përplas derën dhe nuk i thot faleminderit? A mund të jetë i mirë një njeri i cili natën dhe ditën një shoku i tij i ban të mira e kia kthen me keq? A ka mundësi me keni mirë? Asesi. Para ta një poet arab thot, ti deklarohesh se e dën Allahun dhe e dën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ama punë si ke as si të Allahut, as si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë punë vepra si ke që të ka urdhëruar Allahu, as që të ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këta thot në analogji nuk e kemi has, nuk e kemi gjetë. Thot law kunta sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jo, ti me pas qenë besnik e kishe respektu Allahun dhe kishe respektu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Me pas qenë besnik që e dënë Allahun dhe pejgamberin, te kishe respektu, parasije se i dashmi të dashurin e respekton. Njoni prej vëllezërve tu të tharet për çdo ditë në konak dhe thot, eja sot se kam një misafir, nuk i shkon. Nesit prap të fton, e marton gjallin, të fton, nuk i shkon. Pas nesër e ka një davet, të fton, nuk i shkon. Edhe mas qetri dhe mas qetri dhe mas qetri. A ke mundësi pastaj ti mi thonë se valla du shumë, ose arsye ite, arsye to është ti para ti mi thonë se du shumë, amo as njerë si kam shku. Për këtë arsye si ke mundësi ti me arsye tu Allahu dhe mi thonë se unë e kam zemrën e mirë, a kurse Allahu të sejsh dhe nuk i ban. Edhe ti thua se zemrën e mirë e kam, a i cili natën dhe ditën të begaton, pa ata që s'mundesh ti me jetu, çdo të mira Allahu që ti qon, Allahu me ta nal frimonin, çka kishe bon? Allahu s'pën ata urinën, me ta pas ndalën që mos me mujt ti me der ujin me nxjerrja, çka kishe bon? Allahu mos me ta pas mundsu që lukthi me tretën këto ushtime që i ngran, çka kishe bon? Këtë kjo në të mirat Allahu tanë. Allahu me ta ndal sinin ti me shequ, si kishe jetu? Allahu me ta ndal veshin mos me punu, çka kishe bon? Allahu subhanahu shumë të mirat i ka dhënë e pastaj ti Allahut nuk pranon sejdë mira e thue ki e zemrën e mirë. Wallahi mos me pas zemrën e drishk, Allahu sejdë i kishera. Po kjo dëshmon se ti e ke zemrën e drishk që nevojitet për pasrim. Ai cili Allahut nuk i bën sejdë, le ta din se zemrën e ka katran të zezë. Parasijes, këtë mirat Allahu ja jep, ai Allahut nuk pranon sejdë mira. Çfarë mendje madhësie më të madhe has të ki njeri? A ka mundësi dikush me i bon mirë këti ma shumë se Allah? E kia është ai cili të mirat e Allahu të shijon, me të mirat e Allahu të jeton, pa ta s'ka mundësi faktikisht me jetu, dhe me gjitha ta Allahu subhanahu wa taala ja kthen shpinën dhe ata nuk e adhuron. Këto janë vetëm fjalë të cilët njerëzit i përdorin, a realiteti është këtë ndryshe parasi se kemi fjalë shumë për ta me ja thonë, që dëshmojnë se a i zemrën nuk e ka të pastër, dhe ka thonë Hasan Basriu, lejse l'imanu bi temenni wala të halli, innama l'imanu ma waqara fi qalb, wa sadaqathu l'amal. Imani, besimi nuk kanë vetëm me zemër ajo që të prek, po iman e besimi thot ajo që beson me zemër dhe vepron me vepër. Dëshmon ti se ti takon këti dini. Me ndal tash njoni në rrugë dhe me thonë, a jeti filoni? Thot po unë jam. Çka të thot? Nxjerrë letër njoftimin ta shof. Dëshmo me diçka. Dëshmo se i e filoni, i biri filonit. Për këtë arsye çish ke mund ti para Allahut se je musliman, kurse ti namaz nuk bën. Allah subhanahu wa taala na ruaj, para ta lutemi Allahu subhanahu wa taala gjithë ata të cilët nuk e falin namazin, Allahu t'i kthen namaz dhe le të kenë kujdes se vështirë